Të dashur shqiptar, kam printuar shpatën me lazer të luftës së yjeve. Ju betohem. Me printerin tim 3D. Po ashtu kam gjetur historinë e fshehur të Shqipërisë. Është më e bukur se lufta e yjeve. Është një krahinë e bukur në Greqi, Suli, ku kanë banuar shqiptarët Suliot. Akoma ata banojnë atje. Ç'kuptim ka vendi i tyre? Grekët e urrejnë kaq shumë racën shqiptare, sa që toponimi i bukur Suli është bërë në Greqi mbas vitit 2004 Kako Suli. Kako është mbiemri i gjuhës greke, por edhe në shqip i keq. Kakos, grekët e kanë vënë emrin vendit të tyre në fakt, që është Shqipëria. Me këtë ata kanë vërtetuar që Suli është dheu i ilirëve të lashtë. Grekët skllavërojnë ilirët, që kanë qenë zotër të Greqisë, dhe këtë e kam provuar unë. Në gjuhën shqipe, Suli do thot sulmoj. Vjen nga folja shqipe sul, sulem. Kjo lidhet me foljen shqipe sjell, sillem. Kjo lidhet me foljen shqipe përkul. Pra, kjo është origjina e fjalës Suli. Në Sul është një vend i veçantë që quhet nga Suliotët A Suli. A Suli do thot bjeshkët e sigurta për delet, ku ato qëndrojnë gjatë dimrit. Është një vend malor, ku banojnë vetëm Suliot, s'ka patur kur grek atje. Mirë po, ekziston në gjuhën greke fjala Sulos, që do thot sulm. Kjo i ka shpëtuar gjuhëtarit më të madh grek Babinjotis. Fjala shqipe Asuli është kopje e fjalës greke Asulos. Asulos gjithashtu do të thot në gjuhën greke një vend i mbrojtur. Asulon është dhe varianti Asnjanës, zbulimi im. Kur e bëra unë këtë zbulim, kam humbur ndjenjat. Kjo është e disata herë që unë humbas ndjenjat. Dhe më gjeti familja ime të shtrirë për tokë, thash nuk ka mundësi që një emër kaq i lashtë t'jetë bërë emri keq në greqisht. Kjo tregon që grekët e kanë ditur gjithkohës origjinën e toponimeve shqipe në Greqi. Kanë hequr 4000 toponime që doja sjell unë dal nga dal, por me ndihmën e shqiptarëve në Greqi, sepse unë nuk e bëj dot vetëm një gjë të tillë, më duhet ndihma e tyre. Ky është një revolucion. Ne do kthehemi si hebrejtë që u kthyen në Izrael, ne do kthehemi në Greqi. Të gjithë ne. Nuk ka rrugë tjetër. Kjo do zgjasi me 10 vjet, me 100 vjet, po ne do kthehemi. Dhe do hakmeremi. Tani, kjo është fjalë në gjuhën greke. Asulon do të thot vend për delet. Tani, gjë më e bukur është se në gjuhën greke, kolos, që lidhet me fjalën sjell, mbledh bashk, quhet kopeja e deleve. Kolos, që shqiptohet tani bukolos, fjalë për fjalë do të thot kope lopësh. Pra, gjuha greke provon që Suli ishte vendi i mbrojtur për lopët dhe delet gjatë dimrit. Për kullotat e arvanitasve të dashur shqiptar. Vetëm një gjë nuk e shpjegojnë dot shovinistët grek. Përse ka toponime shqiptare në Greqi? Nuk e shpjegojnë dot, vetëm i heqin këto emra. I kanë hequr që në momentin kur filluan të shkruajnë poemat
e Homerit. Vepra e Homerit është një vepër etimologjike. Në atë vepër miratohen emrat grek që vendosen në emër shqiptar. Hiqen emra shqiptar dhe vendosen emrat grek. Këtë kanë bërë grekët që në shekullin e 8 para erës sonë. Është regjistruar kjo sepse shumë vende në Greqi, që ato i quajnë vende me emra Lidian, Pellazg, kanë emra shqiptar. Një nga këto vende është Suli. Nuk ka ndryshuar ky emër me qindra vjet dhe grekët e kthejnë në Kako Suli, Suli i keq. Kërkojeni në internet, do jetë aty me siguri akoma, në qoftë se nuk e kanë hequr këtë toponim të bukur shqiptar. Kjo i ka rënë në sy Joklit, por ai nuk dinte gjë për fjalën greke Asulos, që do të thotë vend për mbrojtjen e baktive. Ai thotë që kjo është fjalë shqiptare, sepse është. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Të dashur shqiptar, arbëreshët e Italisë më quajnë mua Moisiun e gjuhës shqipe. Nuk është fjala vetëm për gjuhën shqipe. Ne do rifitojmë territoret e humbura në Greqi, të gjitha, por vetëm duke u bashkuar me njëri tjetrin. E kuptoni apo jo? Ky është shkopi modern i Moisiut. Ky shkop do kthehet në një dragon që do të mbys të gjithë shovinistët grek. Ju falemnderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ju dua shumë, të gjithë shqiptarëve. Ju jeni familja ime e vërtet.